konstatoj se me 56 vota për, 52 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuverni nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat. Përkundër tentimeve tona të disa hershme e shtërruese. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bëm ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë këta muaj i ka kushtuar edhe me izolim, edhe me përçarje, edhe me humbje kohe. Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë më. Ajo çfarë në fakt ndodhi sot është që ne po shkojmë drejt procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme.